Allah Azza wa Jalla thot vend tjetër: "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilejhim." Na o Muhammed, s'kemi dërgu para teje nai pejgamber, vetëm se ai pejgamber ka qenë burr. Nuk kemi dërgu nai pejgamber para teje, vetëm se ai ka qenë burr. Dikush ka ngatru, ka mendu që ka dhe në një, si Mariemi alayha salam, por e vërtet është janë veç burra që shta Allahun në Kur'an. Ajeti vazhdon: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pra ju, nëse nuk e besoni se kerejt pejgamberet e mëhershëm kanë qenë burra, atëherë pyetni dietarët. Sa Allahu Azza wa Jall, tash argumentim për më të si argumente për unë Allahu Azza wa Jall, fjallën e dietarëve edhe për pejgamberët që janë njerëzit më të mirë në fytyrë tokës janë pejgamberët. E në koka këtyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këta Allahu u argumentu me fjalët e dietarëve, me fjalët e njerëzve të dijes, me fjalët e hoxhallarëve që hesin sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi.